Përshëndetje. Njerëzit thonë se qeni është miku më i mirë i njeriut. Dakord, por harrojnë të shtojnë pjesën tjetër të fjalisë. Qeni është dhe pasqyra më e padukshme e karakterit të tij. Me njerëzit gënjejmë, me veten negociojmë. Me qenin s'ke shans. Ai të nxjerrë zhbuluar çdo ditë pa fjalë, pa teori, vetëm me sjellje. E para, e zgjodha rastësisht. Gënjeshtra e parë. Askush nuk zgjedh një qen rastësisht. Ashtu si askush nuk bie rastësisht në të njëjtin tip marrëdhënieje për herë të pestë. Ti zgjedh atë që të përputhet me sistemin nervor, me traumën, me egon ose me ëndrrën që ke për veten. Rastësi është vetëm justifikimi që i themi vetes që të mos mendojmë shumë. E dyta, qenë të fort, testosteron emocional me qira. Ka njerëz që zgjedhin qenë të fort, dominant, agresiv dhe zakonisht thonë, e kam për siguri. Siguri për çfarë? Nga i dutët. Apo nga ndjenja se nuk të merr njeri seriozisht. Këta qenë janë si makina luksoze për egon, të japin ndjesinë e pushtetit, pa e ndërtuar atë realisht. Qeni bëhet truproj e vetë vlerësimit. Problemi është se qeni e ndjen pasigurinë dhe ose bëhet shumë agresiv, ose shumë i çrregullt. Prandaj pronari thotë, kjo racë është e vështirë. Jo, kjo marrëdhënie është e vështirë. E treta, qenë të vegjël, pa mua nuk bën dot. Qenë të vegjël shpesh janë në krahët e njerëzve që duken të butë, por brenda ka nevojë të fortë për kontroll emocional. Ata nuk duan të jenë të fuqishëm, duan të jenë të domosdoshëm. Qeni i vogël është projekti ideal, i varur, i bindur, gjithmonë aty. Një marrëdhënie ku nuk rrezikon ta humbësh, sepse pala tjetër nuk ka ku të shkojë. Dashuri, po. Varësi, shpesh. Ankthëndarje, pothuajse gjithmonë. E katërta, shpesh dëgjojmë, qeni im më kupton më mirë se njerëzit. Po, sepse qeni nuk të thot kur e ke gabim. Apo e tepron, duhet të ndryshosh. Qeni është një marrëdhënie pa feedback. Ëndra e çdo njeriu emocionalisht të lodhur. Ata që e thon këtë fjali zakonisht kanë provuar njerëzit dhe janë zgënjyer. Qeni bëhet shtreha ku nuk ke nevojë të përmirësohesh, vetëm të ekzistosh. Problemi është se qenët nuk na sfidojnë dhe pa sfidë nuk ka rritje. E pesta, qeni si aksesor social. Qeni perfekt, ngjyra perfekte, poza perfekte, fotografi të bukura me të. Ky është qeni që nuk blihet për shitje, por për pëlqime. Një lloj un jam interesant, shiko se çfarë qeni kam. Derisa qeni të bëhet qen, derisa nis të leh, derisa të sëmurret, derisa të plaket. Atëherë estetika bie dhe zbulohet lidhja e vërtet. Dhe jo gjithmonë është e bukur. E gjashta, qenë hiperaktiv dhe njerëz që nuk rrin dot vetëm. Qenë që nuk ndalen kur, shpesh shoqërojnë njerëzit që nuk din të ndalojnë mendjen. Gjithmonë në lëvizje, gjithmonë duke bërë diçka, gjithmonë duke e ikur nga heshtja. Qeni bëhet justifikim për të mos u ulur kur me veten, sepse po të ulesh, dalin mendimet dhe mendimet të lodhin. E shtata, qeni i qetë dhe njerëzit që janë lodhur nga drama. Ka dhe nga ata që zgjedhin qenë të qetë, të matur, pothuajse filozof. Këta njerëz zakonisht kanë kaluar mjaft drama për një jetë dhe nuk kanë më nerva për kaos. Ata nuk kërkojnë emocion, kërkojnë stabilitet dhe qeni u ofron pikërisht këtë, prani pa teatër. E teta, kush po shëtit kë? Njerëzit mendojnë se po e edukojnë qenin. Në realitet, qeni po i nxjerr në pa. Qeni i tensionuar ka pronar të tensionuar. Qeni i friksuar ka mësuar frikën diku. Qeni agresiv jeton në një ambient emocionalisht agresiv. Qenët nuk lexojnë libra psikologjie. Lexojnë trupin, tonin e zërit, frymarrjen. E nënta është dhe një përfundim që nuk na pëlqen. Qeni yt flet për ty. Pa fjalë, pa filtra, pa hipokrizi. Flet për mënyrën si dashuron,
si kontrollon, si ke frikë, si kërkon vëmendje. Dhe nëse qeni yt ka probleme, mos u nxito ta ndreqësh atë. Ka gjasa që po tregon diçka për veten. Qeni nuk gënjen. Njeriu e ka bërë profesion. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Edhe në videon tjetër. Mirë takofsh.